Bismillahirrahmanirrahim. Një djalë I ri me derte shumë problemet fukarallahut, shumë gale, nuk din kujt më drejtu. Ku më shku, të kush me kajt hallin. Një shok I thët, Allahin e di që Muhamedi a.s. Nëse s'ka mundësi vetë me të bëj zgjedhje, pa e gjetë dikonin që të bën çare, nuk e lën. Dur thot nuk të kthen. Edhe bën disa djem një grup nevojtar me ftjashli dhe shkojnë te pejgamberi a.s. me I kërku për hallet e veta. Mirë po pejgamberi a.s. për natyrës tina u konë që me të pam si ka po njerëzit e ka ditë se çfarë derti kanë, çfarë halli kanë, edhe nuk ka prit që këta me I lyp pejgamberit a.s. hiç, po pejgamberi a.s. I nderon, I pret mirë, në formën më të mirë dhe ju jep secilit, ju jep ka një dhurat. Edhe ja u plotson dertet që ata I kanë pas. Edhe tash këta I marrin, edhe po kthejnë udhës. Për çudi pejgamberi sa bashkë këta iniciatorin që bëhet sebeb për me shku me I çarë hallet të pejgamberit alayhis salam, këta e harron pejgamberin sa. Ky ka pasur në Hudejr. Këtë djalosh pejgamberi sa e harron dhe nuk I jap hiç. Këtë po kthehen tash, po kthehen gëzum. Kanë marrë si lloj ndihme, e kanë pa pejgamberin sa janë kënaqur me to dhe janë tash po kthehen gëzum, lumturushëm. Mirë po kë Hudejri, subhanallah, qysh morë me më harru pejgamberi sa, pe kujton Allahun xhaleshanuhu. Elhamdulillah, apet pe falenderon Allahun, po thot falendrimi takon Allahut, pa marrë parasysh se çfarë gjendje është njëri. Tash po vazhdon ky pe kujton Allahun xhaleshanuhu, pe I bën dhikr, pe përmend Allahun vazhdimisht edhe pse s'ka marrë. Se janë disa njerëz që kur përfitojnë, janë musliman të mirë, kujtojnë Zotin, falen, I kthejnë rrugës Zotit, si të bind keq, si të janë në krizë, ta e harrojnë Allahun xhaleshanuhu. Për këtë arsye ky po thot subhanallah, alhamdulillah, po e falenderoj Allahun, çudi shumë harroj pejgamberi mu, Allahu akbar, Allahu është më I madhi, la ilaha illallah, veç Allahu është një që ai është që t'i bën, që t'i zgjedh hallet, veç Allahut pi shtetet, edhe po vazhdon këtë fjalë, këtë dhikr pe vazhdimisht pe përmend gjatë udhës. Saqë këtë dhikr, ky përkujtimi I Allahut xhaleshanuhu I ofron kënaqësi, qetësi shpirtërore këtij Hudejrit, saqë I duket që mja pasdon këtë pasurinë e dynjas, nuk kish me arrit këtë kënaqësi. Qysh, ky vetë ka dëshmu, masi që ka thonë këtë fjalë, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, këtë dhikr vazhdimisht të e thonë, tani nisa thot ni'me zed, thot sa pasuri e madhe është, sa e mirë e madhe është kjo dhikri që me të përmend ty o Zot. Nëse këto e kam, mjafton kur gjë tjetër mos me pas për dynjes. Edhe pse s'kish marrë dhurat sikur se kanë marrë shokët e tina. Mirë po tu kthy rrugës, pe ndëgjon dikush po thirr pe mbrapa nalu, edhe nalën këta grupi komplet, nalën. Po veta I njeri thot, kush, cili për ju është Hudejri? Ta kitë po qëritën, pe këshyrin Hudejrin, kësë kish marrë kur gjë. Pe këshyrin këto, po thët, unë jam, thët, mere këtë dhurat, mere këtë ndim. Pe thët, jo të se marrë. Thët, mere, thët, jo nuk e marrë, thët, pa di, pse, thët, ka herë kjo. Thët, mere se Allahu xhaleshanuhu e ka qu Gjibrilin, te pejgamberi a.s. I ka thonë, o Muhammed, e ke harru Hudejrin. E shko jepja dhe atina që ke dhanë tjerën. Subhanallah, para me zbrit Allah Gjibrilin, me zbrit Allah Gjibrilin, me I thonë pejgamberi sa e ke harru filanin me emar.
Po ky kujtoj që Allahu xhaleshonu vazhdimisht udhës. E tani po kthehet pianis me kojt Huderi, Allahu se pas ka harruar, po thot Huderi, o Allah, qysh nuk e ke harru ti Huderin, po ndodh kanë që njerëzit me të harru. Qysh nuk e ke harru Huderin, bëne edhe Huderin mos me të harru ty asnjëherë. E Allah na i boft mundet që mos me harru Allahun, edhe kur jemi në rahatllëk, në kënaqësi, por edhe kur jemi në probleme, në hallën dertë dhe vështirësi, e Allahu xhaleshanuhu gjithmonë na ka neve mbrojtjen e tina, gjithmonë Allahu xhaleshanuhu na kujton, kur na e kujtojmë ato në rahatllëk, ai neve na kujton edhe në vështirësi, kur ketë na harrojnë, kur ketë na i kthejnë shpinën, Allahu xhaleshanuhu nuk na harron. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.